Një atentat me lëndë eksplozive është parandaluar në fshatin Vrin në Konispol. 57 vjeçari Mirash Gjikola ka njoftuar policinë e Sarandës se në vendin e quajtur Tesa e Vrinës në aksin Shëndëlli Vrin ka dëgjuar zhurma të pazakonta në mjet. Ai ka ndaluar dhe ka konstatuar pranimin e një sasie eksplozivi. Lënda plasëse është gjetur në sendilin e pasmit të mjetit dhe dyshohet se do të aktivizohej me telekomand. Ekspertët shkuan menjëherë në vendngjarje dhe kryen neutralizimin e eksplozivit. Policia ka identifikuar 54 vjeçarin Det Gjini, i cili jeton në Lezhë si autori dyshuar i ngjarjes. Ai është shpallur në kërkim për 3 vepra penale: shkatrimi i pronës me eksploziv, kanosja dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit. Gjikola thotë se nuk është i përfshirë në asnjë konflikt, por rezulton se ka qenë i dënuar për tentativë vrasjeje. Në tetor të vitit 2012 në fshatin Spiton të Lezhës, Gjikola ka plagosur me armë zjarrit Det Kovacin. Pas, ai është larguar në drejtim të malit për të mos rënë në duart e policisë. Konflikti përshkallzoi në përdorimin e armës pasi Gjikola pretendonte se Kovaci kishte marrë një pjesë toke.